Normalisht në krahasim me vitin 2021 ka një lëvizje pozitive, por shumë larg asaj që LDK-ja besojmë e meriton të kthehet shtratin e vet dhe më pas të determinojë procese politike në vend. Dhe tash sa po mirremi me krizën politike për të provu eventualisht me i dhënë zgjidhje, përkundër që ne jemi partia e tretë dhe atë sa kemi hisë se po provojmë të ofrojmë zgjidhje, kemi dhënë një ide për një qeveri eventuale, gjithë përfshirëse kalimtare, që eventualisht të dalim nga nga kjo blokad e pa kuptimt politike që mundodhë për vendin, por tash kemi filluar të përgatitemi për zgjedhje lokale. Mund t'jeni partia tretë, po jeni partneri preferuar për koalicion i Albin Kurtit. Ftesi ka bërë vetëm LDK-s një bilanc i qeverisjes vetëvendosi LDK ekziston, për hirë të vërtetën, s'ka gjatë në mënyrë interesante u prish për mos me përdoru në term tjetër në mikrofon, po ajo ftesë u refuzu, më pas dollet me këtë iden e qeverisë tranzicionale. Ma shumë jeni, qysh me thonë, reaktiv, se so proaktiv. E para e dyta, që atash, për bjenë që doni me nejtë në opozit me gjdo kusht, jeni ka e pritni mundësin opozita me bo qeveri? LDK-ja natën e parë të marrës rezultatit jo shumë mirë për neve, kryetari i partisë ka dalë dhe ka dhënë qëndrimin e vet, ka pranuar rezultatet dhe qëndrimin e LDK-s, dhe më pas LDK-ja ka dalë me një qëndrim që nuk preferon në asnjë variant një koalicion eventual me lëvizje vetëvendosje për shkak të dallimeve të mëdha. Jo vetëm, se dikush po thot, po ka në fy shumë, nuk është çështje vetë gjuhës, sepse nga lëvizja vetëvendosje dhe nga kryetari i partisë lëvizja vetëvendosje tash deputeti Kurti nuk është që presum në i gjuhë më të mirë, do me thënë jemi mësuar nga ai të gjuhën polarizuese ose them fyri etiket standard sjelljes së tij, por megjithatë kemi dallime konceptuale, do me thënë ata kanë qasje më ndryshe për shtetin e Kosovës, ata izolojnë Kosovën, ne mendojmë që baza themelore e zhvillimit tonë është aleanca etike me aleatët tonë, kontekst zhvillimit ekonomik, kontekst politikave ekonomike, kontekst të çfarë dush të jemi, pothuajse të zhvillimit të brendshëm, ne dallojmë katërcifërisht. Prandaj edhe duke e pa një histori vetëm 50 ditore të qeverisës dhe mënyra si është prish ai koalicion, por edhe sjellja më pastajshme e komplet qeverisjes me afera korruptive të papame në 20 vjet e fundit, na ka treguar që një koalicion LDK-VV gati është i pamundshëm. Dhe tani LDK-ja ka dalë me një ofertë, duke thënë që ne kemi marrë një rezultat negativ, atëherë mbetemi në opozit, por nëse eventualisht ka një disponim dhe mund të krijojmë një qeveri të koalicionit e partive politike opozitare, por LDK-ja ka preferu disa kritere, që ajo qeveri eventuale e partive politike që deri dje kanë qenë në opozit, të udhëheqin nga LDK-ja, për shkak të programit saj, për shkak të, edhe përvojës së saj në ndërtim dhe në konsolidim të krejt proceseve politike në Kosovë, por edhe ai koalicion tjetë vërtet më i qëndrueshëm, sepse mund të shkojmë pas një periudhe në zgjedhje për shkak të zgjedhjes së presidentit. Dhe si nështë për të kulmu në fund me idenë që mund tjetë nështë më e përshtatshme, them një qeveri të quajmë konsensuale, sepse modelet tjera nuk i takojnë vendeve demokratike me quajtë qeveri tranzitore, qeveri shpëtimit kombëtar, qeveri kështu, sepse ato zakonisht bën në lufta civile, në popujt kur janë në faza tranzitore, them ndrym sistemesh, qeveri tranzitore kemi pas në vitin 1999, kemi pas në qeveri të përkohshme kështu. Po më tepër një qeveri konsensuale cila adreson disa çështje të rëndësishme për vendin dhe më pas dakordohemi ndoshta që në mars vitit të ardhshëm ose në prill vitit të ardhshëm vendi shkoj në zgjedhje. Ishte një deklarim